Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar një platformë të plot për aksionin e saj opozitar, ku në fokus ka situatën ekonomike dhe gjendjen e kriminalitetit. Largimin e menjëhershëm të Samir Tahirit dhe marrjen e tij të pandehur, krijimin e hapësirave të nevojshme ligjore dhe institucionale për angazhimin në hetimin e rasteve të korrupsionit dhe lidhjeve kriminale të zyrtarëve të lartë, të ekspertëve, të kualifikuar ndërkombëtar nga agjencitë e ligjzbatimit të vendeve euro-atlantike. Aprovimin brenda shtatorit në parlament të ligjit për dekriminalizimin dhe largimin e menjëhershëm nga kuvendi të kriminalëve, personave me rekorde kriminale, largimin e tyre nga pushteti vendor dhe nga administrata. Një paket emergjence për gjendjen ekonomike në vend dhe për çështjen e eksodit. Kreu i opozitës Lulzim Basha tha se situata ekonomike dhe sociale në vend është shumë e rëndë, ndaj i la të kuptohet qartë rikthimin e protestave për largimin e qeverisë. Partia Demokratike, opozita do të përdor të gjitha strategjitë, sigurisht edhe protestat si instrumenti më fuqishëm dhe sovran. Lulzim Basha tha se ka mbështetjen e ndërkombëtarëve në këtë betejë, ndërkohë garantoi se Partia Demokratike nuk bëhet pjesë asnjë kulise që sipas tij për përfitim politik t'i vendosë këto çështje në pazare.